Zjarret shkatruese që kanë goditur shumë rajone të Spanjës këtë vit kanë nxjerrë në pa një pyetje të përhershme: apo investon vendi mjaftueshëm në parandalim apo po vazhdon të japë përparësi shuarjes pasi zjarri të ketë shpërthyer? Të dhënat zyrtare tregojnë se pavarësisht paralajmërimeve të vazhdueshme nga shkencëtarët dhe pylltarët, pjesa më e madhe e burimeve publike ende po drejtohet për luftimin e zjarreve në vend që të parandalojë ato. Sipas të dhënave më të fundit të disponueshme nga Ministria Spanjolle e Tranzicionit Ekologjik, si qeveria qendrore ashtu edhe komunitetet autonome ndajnë më pak se 30% të fondeve totale për zjarret në pyje për veprime parandaluese, të tilla si pastrimi i pyjeve, krijimi zonave të mbrojtjes nga zjarri dhe menaxhimi i bimësisë pyjore. Në vend të kësaj, pjesa më e madhe parave drejtohet për financimin e operacioneve të shuarjes, forcave të zjarfikses dhe pajisjeve të emergjencës. Ngafërsisht 600 milion euro të ndara në total nga shteti dhe rajonet për të përballur me zjarret, vetëm 175 milion euro u investuan në ndërhyrje parandaluese. Ekspertët e pylltarisë paralajmërojnë se ky opsion po rezulton gjithnjë më problematik pasi ndryshimet klimatike rrisin frekuencën, kohëzgjatjen dhe intensitetin e zjarreve ekstreme. Ata argumentojnë se menaxhimi i duhur i pyjeve gjatë dimrit dhe pranverës mund të kufizojë ndjeshëm për hapjen e zjarreve në muajt e verës, duke zvogëluar si humbjet njerëzore ashtu edhe kostot ekonomike. Kjo pamje përkeqësohet nga një problem tjetër serioz. Edhe pse pothuajse 56% e territorit spanjoll klasifikohet si tokë pyjore, më pak se 20% e pyjeve kanë një plan menaxhimi të miratuar. Me fjalë të tjera, 4 nga 5 hektar pyje mbeten pa një plan gjithëpërfshirës për shfrytëzimin dhe mbrojtjen e burimeve të tyre natyrore, gjë që ndërlikon ndjeshëm si parandalimin ashtu dhe reagimin efektiv ndaj zjarreve. Përfundimi kryesor që del nga të dhënat është se pavarësisht rritjes së vazhdueshme të intensitetit të zjarreve për shkak të krizës klimatike, financimi për parandalimin ende mbetet ndjeshëm prapa shuarjes.